Qabja në shtyllat e Ibrahimit a.s. ka qenë më e gjatë sa që shohemi sot. Kush ka qenë në vizitë në Qabe, apo shpeshher kur e shihni përmes medjave ose fotografive, shihet se Qabja e ka edhe një pjesë të murit e cila është ndarë prej Qabes, e që është temeli i Qabes, të cilat i ka vendosur Ibrahimi a.s. me Ismailin. Për ata historiku i Qabes është qysh në kohën e Ademit a.s. Për shkak se dietarët kur flasin për historikën e Qabes, edhe pse ka khilaf dhe mendime se kush e ka ndërtuar i pari Qaben, Allahu dhe më së miri, prej selefëve ata Said ibn Musayyib dhe shumë prej selefëve anojnë se i pari i cili ka vënë themelet e Qabes është Ademi a.s. Pastaj Ibrahimi a.s. me Ismailin vetëm i kanë ngrit këto temele. Për ata dhe Allahu thotë në Kur'an: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail." Dhe kur Ibrahimi a.s. me Ismailin i ngritën, nuk kanë thënë i kanë vënu, s'ka thënë Allah i ka vënu, po i kanë ngrit themelet e Qabes, shtyllat e Qabes, që dietarët e tefsirit e marrin për argument se Ibrahimi a.s. me Ismailin vetëm e kanë ndërtu në themelet të cilat ka qenë e ndërtu me Qabe qysh në kohën e Ademit a.s. Dhe në kohën e Ibrahimit, kur është ndërtu Qabe, që e ka ndërtu Ibrahimi, gurt apo muri Qabes ka qenë, gurt nuk kanë qenë të ngjitur njëri me tjetrin, nuk kanë vetë të vendosur, pa lloç, pa këso materiale që ngjitet tash, për shembull muri, vetëm kanë qenë të vendosur njëri mbi tjetrin. Dhe ka qenë e pambuluar. Ka qenë e pambuluar dhe i ka pas dy dyer, një derë në lindje dhe një në perëndim. Në lindje me hy dhe në ato në perëndim me dal. Dhe dera ka qenë, pragu i derës ka qenë rrafsh me tokë. E tash këtë konstruksionin e Qabes, Kurejshit ja kanë ndryshu pak. E para, s'kan arrit me pasurinë e tyre, sa ju ka mjaftu, me ndërtu komplet në temelet e Ibrahimit. Për ata ka met Hijru Ismail që quhet, jashtë murit të Qabes, edhe pse ajo pjesë është Qabe. Gjithashtu e kanë ngrit më shumë se sa që ka qenë kohën e Ibrahimit. E kanë ngrit me lartësi. Dhe e kanë mbyll derën e cila është në perëndim. Dhe e kanë lënë vetëm derën e cila është në lindje. Dhe duke e ngrit pragun e saj që mos të hy askush pa lejen e tyre. Do të thonë Qaben, konstruksionin në cilën e shohim sot dhe është thuja daton qysh në kohën kur e kanë ndërtu me kasit që e kanë bërë ndërtimin e Qabes. Pa ka pas ndryshime Qabja gjatë historisë, thuhet se në kohën e Abdullah ibn Zubairit. Abdullah ibn Zubairi kur ka qenë khalifi në Mekë dhe në Medinë, e ka rindërtu Qaben në temelet e Ibrahimit a.s. duke e fut edhe Hijrul Ismail, pjesë të Qabes, dhe duke i hap dy dyert në lindje dhe perëndim, sikur se ka qenë në kohën e Ibrahimit. Argument, hadithin të cilën e kanë transmetuar Aisha radhiyallahu anha, që e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke i thënë: "O Aisha, thos sikur mos ishin populli yt afër me kohën e ignorancës." Kur e ka shliru Mekkën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë: "Kisha me rrenu Qaben dhe me ndërtu sikur se ka qenë e ndërtuar në temelet e Ibrahimit a.s." Mirë, po kjo e ka pengu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që njerëzit mos me dyshu, mos me fol për pejgamberin a.s. pastaj se qysh pe rrënën Qaben, po ndërton, po rrënën, edhe pejgamberi me një aspekt e kalon. Mirë, po kur ka ndodhur një vërshim dhe ka dëmtu Qaben kohën e Abdullah ibn Zubairit, Abdullah ibn Zubairi e ka ndëgju këtë hadith prej Aishës. Dhe e ka shfrytzu këtë rast me e kthy Qaben temelet e Ibrahimit. Mirë, po çka ka ndodhur? Në kohën e Abdul Malik ibn Marwanit, e dini kur Hajjaj ibn Yusuf e ka luftu Abdullah ibn Zubairin, Abdul Malik ibn Marwani ka urnu mu kthy Qabja prapë qysh ka qenë ndërtume në kohën e Kurajshve. Por shkak se Abdul Malik ibn Marwanit nuk i ka mbrit ky hadith. E pasi që ja kanë tregu këtë hadith të Aishës radhiyallahu anha, është pendu dhe ka thënë sikur talia ashtu qysh është ndërtu, apo si e ka ndërtu Abdullah ibn Zubairi. Edhe kështu në atë formë ka mbetë deri më sot. Edhe pse thuhet se në kohën e Abasive, Ebu Jafar al-Mansuri apo Harun al-Rashidi, njëri prej tyre, ja kanë propozu Imam Malikut që me rindërtu Qaben prapë në temelet e Ibrahimit a.s. Mirë, po Imam Maliku i ka thonë fetva që mos me e prejk Qaben ma,
për shkak se bëhet lojalitet i çdo mbreti dhe çdo halifes që vjen, duke ndërtuar dhe rindërtuar sipas dëshirës së tij Çabën. Dhe e ka ndaluar një gjë tillë Imam Maliku, dhe Çabja, të cilën thash e kanë ndërtuar Kurejshit me pasurinë e tyre halal, duke vendos mbi të kulm dhe duke e mjaftuar vetëm me derën e lindje, ka mbetur deri me sot në atë konstruksion të cilën ka qenë kohën e Kurejshve. Megjithse janë bërë remetimet të ndryshme dhe përmisime, mirë pa ai konstruksioni ka mbet ai i cili e ka ndërtuar fiset e Mekës. E prej asaj që ka vlen të përmendet në këtë ngjarje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pjesëtar i ndërtimit të Çabës me banorët e Mekës, me fiset e Mekës.